Një gjykat në Prishtinë i shpalli sot të papranueshme pohimet e dëshmitarit kryesor në procesin kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish bashkëluftëtarëve të tij të akuzuar për krime lufte. Gjykata urdhëroi lirimin nga paraburgimi dhe arresti shtëpiak të akuzuarve. Prokurorisë dhe mbrojtjes gjykata i kërkoi që të paraqesin fjalën përfundimtare përpara se të nxirret akt gjykimi për këtë rast. Akuza për krime lufte ishte mbështetur në pohimet e një ish pjesëtari të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili që bëri i ditur dhe i njohur si dëshmitari X deri në shtator të vitit të kaluar kur kreu vetvrasje në Gjermani. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Në Prishtinë një trup gjykuesi drejtuar nga misioni i Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtësinë i hodhi poshtë të gjitha pohimet e dëshmitarit kryesor në procesin kundër deputetit të Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj dhe 9 ish bashkëluftëtarëve të tij të akuzuar për krime lufte. Trupi gjykues tha se deklaratat dhe ditaret e dëshmitarit Akim Zoga, i cili që bëri njohur si dëshmitari X, janë të papranueshme. Në një njoftim të ulesit thuhet se gjykatësi kanë vlerësuar se prokuroria nuk i ka përmbushur standardet e caktuara procedurale. Me këtë rast gjykatësi kryesues ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të akuzuarve nga paraburgimi. Ekipeve të prokurorisë dhe të mbrojtjes u është kërkuar që t'i paraqesin deklaratat e tyre përfundimtare përpara se të nxirret akt gjykimi për këtë rast. Por avokati mbrojtjes Tahir Recaj është i bindur se kjo shënon fundin e këtij procesi. Jemi shumë të sigurt se ai do të jetë një gjykim lirues, sepse heqja e deklaratave të dëshmitarit Akim Zogaj dhe ditarëve të tij dhe shpallja e tyre të papranueshme, dhe veçim nga shkresë të lëndën, nuk kupton se këtu do të ketë vetëm një gjykim lirues për të gjithë pandehurit dhe në asnjë mënyrë do një gjykim tjetër. Zhvillimet e sotme në procesin gjyqësor u përshëndetën nga zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuqi, i cili tha se kjo dëshmon edhe një herë besimin në luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne nuk kemi pas dilema asnjëherë që lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është e drejtë, ka qenë përputhje me norma ndërkombëtare, edhe po ashtu unë besoj që vendimi për pafajësinë edhe të rastit Limaj, edhe të rastit Haradina që e presim dhe të tjerëve, raport me luftën dhe tjenë dhe i pret qeveria e Kosovës, ne jemi shumë të bindur që njerëzit tonë, po mendoj njerëzit e Kosovës janë përgjigjur drejtësisë. Edhe unë e kam thënë herë prokurorëve dhe po e përsëris për gjithë. Qëllimi i prokurorëve nuk është me fitu rastin, po me fitu drejtësia. Në verën e vitit kaluar, zoti Limaj dhe 9 ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u akuzuan për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës, që siç thuhet supozohet janë kryer nga fillimi i vitit 99 deri në mesin e qershorit të atij viti në një qendër të improvisuar para burgimit nga ushtria çlirimtare e Kosovës që ndodhej në fshatin Kleq në Kosovën qendrore. Akuza mbështetej kryesisht mbi dëshmitë e një ish pjesëtari të ushtrisë çlirimtare Akim Zogaj, i cili që bëri njohur si dëshmitari X deri në muajin shtator të vitit kaluar kur kreu vetvrasjen në Gjermani, ku ishte dërguar nga autoritetet e ulesit në cilësinë e dëshmitarit të mbrojtur. Ai për një kohë kishte mbajtur ditar ku kishte shënuar ngjarjet e përfshira në akuzë. Mbrojtja dhe të akuzuarit vazhdimisht kishin kërkuar shpalljen e pavlefshme të dëshmive të tij. Zotit Limaj në shtator të vitit kaluar ju hoq imuniteti si deputet për shkak të procesit gjyqësor. Zëvendës kryeministri Kuqi tha se procesi gjyqësor nuk paraqet asnjë pengesë për zotin Limaj që të rikthehet në jetën politike. Unë kam thënë dhe përsëris, ai për mendimin tonë ka qenë që fillim dhe përsërisim ato i pafajshëm, raport me luftën, se kemi bindje për gjitha rastet. E përmenda që ka qenë luftë e drejtë, çlirimtare në përputhje me norma ndërkombëtare dhe ai ka funksionin ende deputetit, e ka të kryetarit Partisë Demokratike dhe unë besoj shumë shpejt ai duhet i bashkohet edhe partisë, edhe familjes shumë shtrirshëm, edhe jetës politike, ta jap kontributin e vet, dhe në këtë drejtim nuk e ka asnjë pengesë, përkundrazi e ka mbështetjen e plotë. Procesi gjyqësor që sot shënoi kthesë të madhe paraqet rastin e dytë që deputeti Fatmir Limaj hidhet në gjyq në akuzat për krime lufte. Me 30 nëntor të vitit 2005, gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Hagë shpalli të pafajshëm Fatmir Limajin, i njohur me emrin e luftës si komandant Qeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 që akuzuar për përfshirjen në krime kundër civilëve shqiptar dhe serb gjatë luftës së vitit 1998. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.